sa. Motrat janë syjet, ndryqenit të tënde edhe kur nuk i shesh gjithmonë pranë. Po nisëm këtë episod të podcastit tonë me një tjetër drejtuar gjithmonë të çmuar të njeriut, motrave. Përshëndetje Anisa. Përshëndetje. Në këtë hapësirë online, sot nuk du të flasim për modën, flokët apo mësimet. Sot du të ndajmë copsa nga zemra jonë, nga dashuria e pafundme që kemi për njerëzit tanë më të dashur. Ti ke zgjedhur t'u japësh zë ndjenjave për motrat e tua. A mund të na tregosh diçka për to? Si do i përshkruaje? Familja është diçka. Motrat janë mbështetja ime. Motra e vogël është reflektimi i imazhit tim. Ajo më ngjan shumë jo vetëm fizikisht, por edhe në mënyrën se si mendon. Ajo më bën të qeshur e më mbështet në çdo moment. Ndërsa motra e madhe është më ndryshe. Është e sinqertë dhe kujdesese për çdo detaj. Ajo më frymëzon shpeshherë me qëndrimin e saj të sigurt. Si motër vetë e di që motrat zihen shpesh, po edhe pajtohen shpejt. Ti shpreh se motrat e kanë ndihmuar me mësimet në rast të vështirësisë. Mund të thuash në një rast? Kur kam qenë e vogël, kam pasur shumë vështirësi në lëndën e matematikës. Dhe sado që mësuesja më shpjegonte, nuk arrija të kuptoja dot. Por kur vjen në shtëpi, motra ulej më shpjegonte. Për këtë jam falënderuese për ndihmën e saj. Kur lexova letrën tënde, në mendje më erdhi imazhi i librit Gratë e Vogla. Nuk e di nëse ndjekësit tanë do të jenë dakord me mua pasi të dëgjoj letrën tënde. Të dashura motrat e mia, sa më shumë kalon koha, aq më shumë e kuptoj dhe ndjej lumturinë dhe gëzimin e të qenit pranë jush. E si mund të harrojmë çastet kur qëndronim zgjuar gjatë natës e tregonim sekretet tona. Ato fjalë të vogla, të ndara me njëra tjetrën, i mbanin si të sa të çmuar në zemrat tona. Secili sekret, sado i vogël, ishte si një lidhje e padukshme që na afronte më shumë. Ato momente të zotave tona ishin sepse unë pëlqeja më shumë veshjet e juaja e ju të mia. Kështu filluam të këmbejmë me rrobat tona. Dita ditës ne po afroheshim edhe më shumë, duke ndihmuar në stilimin e flokëve e në mirëmbajtjen e tyre. Sepse ne jemi kritikët më të mira të njëra tjetrës. E pastaj ishte motra e madhe, gjithmonë si më e mençura, që më shpjegonte mësimet e pakuptuara. Sa herë uleshim në tavolinë e dija se ç'më priste. Kur nuk kuptoja disa gjëra, ajo më qërtonte, unë qaja e mendoja se ishin të vështira, e s'do t'i kuptoja dot. Pas do lotit të derdhur, vinte një buzëqeshje ngrohtë që të mbushte shpirtin plot lumturi. Këtë ndihmes nuk do ta harroj, por do të mbetet në kujtesën time si një motër e zgjuar, këshilluese, e dashur dhe e gjendur gjithmonë në momentet tona të vështira. Sikur të mund t'i ktheja prapa krepat e orës dhe qëndroja përjetësisht në ditët tona kur ishin të vogla. Aty ku gjithçka kishte një shkëlqim të veçantë. Dua t'ju them se dashuria që ndjej për ju është e pakufizuar. Kur mendoj për të kaluarën, më mbushet zemra me lumturi për çdo moment që kemi ndarë, në atë ditë kur eksperimentonim me këmbët tona, e deri në këtë ditë kur së bashku mësuam për modën, bukurinë, jetën, dashurinë dhe forcën që marrim nga familja jonë. Ju përqafon fort motra juaj Anisa. Sa e bukur sfëmijëria, familja, ngrohtësia e vatrës familjare, dashuria që ndjehet mes vëllezërve e motrave. Faleminderit Anisa. Me këtë mesazh dashurie po e mbyllim këtë episod. Jepini dhe ju një përqafim motrave e vëllezërve tuaj. Bashkë shihemi në episodin e radhës.